Për shembull kur mund të flas? Në moment dytë, sa të bëhem pak më mirë. Që kjo situatë nuk më mbajnë në një mirë. Normal që mund të ishte vevi tubi Prime qofse Bërkena do kishte pranuar për të falë. Unë e marrë një hap kaq të madh, edhe prapë unë e keqja. Por mos e bezdis, vendosa të shkruaj letër. Do ditë janë ndjerë vetëm edhe pse me raste rrethuar nga njerëz më mungon. A je ti çaj personi i këto 3 ditëve, a je ti çaj personi që ma solli këtë letër? E moj letrën. Ja, shef ti thupo tjetër gjë. E në më thumu pse s'm pyet a je mirë. Nuk e ndjej shumë sinqert atë gjën që thot ai ndaj meja. Qofse do lojën, mund të bësh çfarë dush ti. Qofse do Mateo, këtë situatë nuk e përtyp dot më. Me Parogedi që të bën fushë nga mjesin darkët. Të interesant thjesht me pas Bërkenën si plus, nuk të intereson për mua. Ai njeri nuk ka treguar asgjë gjë përveç servilizmit mas Bërkenës. Po kjo njihet gjatë kohës orti, nuk njihet që ditën e parë, duke jetu njihet. Mu këtë mrenë në qëfëse një person banë në një keq, i vetë një person një ti, Nuk ka interesu fare për Bërkenën, mu më ke bo me një shumë keq, Mateo. Shifti është total në delir. Bërkenën dhe i eger dhe nuk e ndroj fjalën sa tim gjallë. Ka vën boli gjë. Është e rëpë. Pa mu, që imi e di unë që është. Do dhe gjitha e gjoja, okej, hajde me i përshafim me dëllullë, okej, po zgjidhet. Jo. Ju do ftoj për një kafshë. Na, të mrena jo. Do ti të kanë gjetë një flutë, se ishte në këngë. Ndjej për to. Ndjej. Kam flutura. Unë e du Bërkenën dhe e du këtë marrëdhënie. Po çfarë do të ikë nga ngrohse? Ka lide, qotë dhe këtu muzika, jo veç atje. Mateo. Qofse nuk ta jap çdo moment që e kërkon, është për faktin që unë kam një familje jashtë edhe nuk du më pat Bërkena tu pull të nkone për cepa shtëpisë. Unë habitem nga mentaliteti një vajze që unë të kem një dashur më prishet imazhi. Ku e dim nëse asaj pëlqen meshkujt, mbas i pëlqen femrat Bërkenës, ku e di ti? Jam duke plas nga tru. A e një 100%. Kur njeriu s'hapet me ty, kurse një 100%. Me tha ku si shoku klasë, zjerë zjatë dojnë, një ma të bëf shu. Jo më vrata di mos takoj fare, do me dalë hajde shnet, bëf shef. Bërkena, nuk më duket fare korrekte në mënyra se si sillet. Unë mendoj që kur je në një partneri, ti flet me partnerin tënd. Në pi shkave kur të hapet perdje. Për mu, Mateo, është hera e parë me i marrëdhënie. Unë ka mundësi që shumicën e raste nuk di si me u sjellë, vërtet, unë s'di si me u sjellë, se për mua është hera e parë. Amo nuk janë gjërat me buton. Po mu me buton duket në moment që vjen njes, e në zjo me puthje edhe minjeron gjithë ditë. Unë për shumë nuk e shoh që përshtatur fare me një tip si Mateo. Jam rrit me shumë lloj Kur dalim nga këtu do të Mirin që ka mundësi, dojat e mi mua mos i përmen për ta sulmu Mateo, na kuptove? Në momentin që ai i përmend prap, a ka mundësi ti me shkput diskutimin me të në atë moment? Nuk duhet lejem të ndërhyjë njeri midis nesh. Gjë që mundohen shumë banor të brenda që të na cenojnë, të na provokojnë, të na fusin shef me njëri tjetrin. S'më prek flokët. Të gjithë fiti po! Ai djatë të poshtëroj dhe ti harrove dajat dhe gjaja kushurirat për ti. përmen familjen e shumë Ta ka thënë Mateo, ta ka thënë. Unë qëmë Unë them, du buzën kjo. Hej, Mateo. Për mu, mënyra se ti e kap këtë për dapullë është e çuditshme. Je xhelozet? Realisht. Ja që ullët, sa përmend, nuk më pëlqejnë meshkujt, dhe nuk ka gjë që ose dikur është atë jashtë pëlqejnë meshkujt. Me të pyet njëri çka ke Mateo, çfarë i thua? Unë s'du me këtë vërgjim. Çfarë i thua? Po më s'du me këtë vërgjim. E vërtet, Bërkena, me të pyet njëri çfarë ke Mateo.